Shokët e muzikës ballkanike pushtuan rrugën muzeale të Gjuadolit në Shkodër. Koncerti Muzika mbi të gjitha kufijt, në drejtimin e maestro Lorenzo Rëdvanit, lodhi artistë të rinj nga Shkodra dhe nga Kosova, të cilët performuan për rreth 1 orë e 30 minuta këngë dhe vallet shqiptare, bullgare, rumune, rome, serbe dhe maqedonase. Një përzgjedhje e muzikës më të bukur ballkanike, e këngëve që identifikojnë etnosin e rajonit në të cilin jetojmë. Është njësi tjetër mos tonë kësaj kohe që kena kanë pushim edhe nuk na është leju në fakt për me kënu. Emocionet janë shumë të mëdha për me hyrë në skenë. Unë vuna re sot që kisha emocione më shumë se zakonisht. Ndoshta edhe për rryms, edhe për këngëve që ishin më ndryshe se ato që unë këndoj zakonisht. Këto instrumenta ndoshta nuk kanë hapësirë mediale, sepse më u përdoren, mjaft përdoren. Në Shqipëri, në zonat e veriut, ndërsa në Kosovë, në tërë Kosovën përdoren instrumentet popullore folklorike. Edhe nga trit, po edhe nga mushrat e mesme, edhe nga mushrat e vjetra. Kështu që unë kam trashëguar nga familja. Për profesor Lorenzo Rëdvanin, ky grup të rinj treguan se ekziston mundësia që të kenë një rigjallërim të orkestrave të ndryshme. Rajoni i Ballkanit është ai që është me diversitet madh kulturor, me diversitet gjuhësor, me diversitet artistik, muzikor, pse jo dhe gjuhë të ndryshme, për shembull ritmet muzikore, instrumentat muzikore janë ato që përçohen, ritmet e thyra që janë shumë karakteristik. Muzika mbi të gjitha kufijt, tregime të tjera për një Ballkan melodios, mbështetet nga Fondi Kulturor Zvicerian për Shqipërinë, ndërsa u organizua nga Code Partners dhe Qendra Rinore Arka.